70 vjetori i çlirimit riktheu në Shkodër 5 heronj të Vigut. Pasi nderoi veprën e tyre, kryetari i Kuvendit Ilir Meta tentoi të shuajë debatin e krijuar pas shfaqjes së fotografive të diktatorit Enver Hoxha në ceremoninë për 70 vjetorin e çlirimit. Meta tha se lufta nacional çlirimtare është një moment i rëndësishëm i historisë sonë, ndaj edhe kërkoi të mos zhvlerësohet duke e lidhur vetëm me figurën e Enver Hoxhës. Lufta antifashiste nacional çlirimtare nuk ka qenë vepër e asnjë individi të caktuar, ka qenë vepër e mbar popullit të shqiptar, e mira dëshmorëve të adheut. Çdo përpjekje për t'u kapur pas një figure apo ideologjie të caktuar për dëmtuar vlerat e luftës antifashiste nacional çlirimtare është e dështuar. Populli i Shkodrës dhe i gjithë Shqipërisë i ruan të freskëta dhe të gjalla idealet për cilat 5 heronjtë e Vigut dhanë jetën dhe djemtë më të mirë të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Monumenti i 5 heronjve të Vigut u vendos në anë të rrethrotulimit të Dobraçit, pas zhvendosjes disa vite më parë pranë varrezave të dëshmorëve.